Do dhe me në përcitash, do dhe tu para pak minutash ka një raket nga Irani, ka goditur një centrale elektrike dhe sipas autoriteteve disa qindra mijëra banor të kësaj zone do të ngelen për disa orë pa energji elektrike. Në fakt ka qenë një alarm i paralajmëruar dhe në vazhdim raketa e devijuar nga Erdomi ndoshta ose e graduar për këtu, e deleguar për këtu, ka shpërthyer duke shkaktuar dëme të mëdha në centralin elektrik.